Shëndeti oral është një pjesë thelbësore e shëndetit të përgjithshëm dhe kujdesi ndaj dhëmbëve duhet që të nisë që në moshë të vogël. Dhëmbët e pastër dhe mishat e shëndetshëm ndikojnë jo vetëm në pasjen e një estetike shumë të mirë të pacientit, por njëkohësisht ato ndikojnë edhe në ushqyerje, ndikojnë edhe në tretje, ndikojnë edhe në të folur dhe sigurisht edhe në përmirësimin e cilësisë së përgjithshme të jetës tonë. Në një intervistë për Ora News, mjekes stomatologe Lerida Boçova thotë se medaljen e dhëmbëve të parë të fëmijëve, kujdesi duhet të jetë i vazhdueshëm. Medaljen e dhëmbit të parë në gojë dhe prindrit duhet të fillojnë që të kujdesen për të me një nap apo me një garës të lagur duke e pastruar. Më pas, rreth moshës 2 vjeç, rekomandohet edhe përdorimi i pastës në një sasi shumë të vogël sigurisht, dhe pastrimi i dhëmbëve dhe fillimi i krijimit të zakoneve të shëndetshme për fëmijët. Mjekja thotë se një nga gabimet më të zakonshme që bëjnë prindrit është neglizhimi i dhëmbëve të qumshtit, që janë po aq të rëndësishëm për zhvillimin e dhëmbëve të përhershëm dhe të nofullave. Shpesh herë është ideja e gabuar që janë të qumshtit dhe do të bien, por ato janë shumë të rëndësishëm për zhvillimin e dhëmbëve të përhershëm që do dalin në gojë dhe njëkohësisht edhe në zhvillimin e nofullave. Mjekja këshillon gjithashtu shmangjen e disa zakoneve tek fëmijët, si përdorimi i gjatë i biberonit apo thithja e gishtit, në mënyrë që të parandalohen deformimet e nofullave dhe problemet dentare në të ardhmen. Shpesh herë biberonat i mbushim me lëngje të sheqerosura dhe fëmijët i vendosim në gjumë apo ata e mbajnë gjatë gjithë kohën në gojë dhe kjo do të sjellë drejt për drejt dëmtim të smaltit të dhëmbëve të fëmijëve. Njëkohësisht është shumë e rëndësishme që të eliminohen zakonet e dëmshme siç janë për shembull mbajtja e objekteve në gojë apo thithja e gishtit, që është një nga problematikat kryesore e cila fillon përgjithsisht që në moshë të vogël edhe më pas ky zakon nuk arrin dot që të eliminohet nga fëmijët. Kjo sjell një keq rreshtim të dhëmbëve, por njëkohësisht edhe një deformim të zhvillimit të nofullave, duke krijuar kafshim të hapur, probleme me gëlltitjen, probleme me të folurin.